Interesante është që si su asimiluan shqiptarë në periudhën kur perandoria otomane ishte me egër, pra le të themi ishte më gjakësore, direkt mbas pushtimit, po u asimiluan më vonë. Ka pasur rezistencë, Dritan, ka pasur rezistencë, kryengritje pa fund, dhe kryengritje që i bëni të krishterët, pa dyshim, se kishin dhe fenë ndryshe, po me shumit që i bëni muslimanët. Dhe është një shumë interesant, ka të bëjë dhe me fshatin, po them me Progonatin, me fshatin tim, që thot dokumenti, thot, më çudi e madhe, thot, ky veneciani, që ishte bajliu i Korfuzit, thot. S'kam parë të luftojnë turq kundër turqëve. Se i quante turqe, luftojnë turqit kundër turqëve. Dhe ka pasur vërtet, Shqipëria e thonë kronikat e kohës, shekullit 16-17, që Shqipëria ka qenë vatër e kryengritjeve të vazhdueshme. Kjo ndoshta ka Kështu që nuk kemi qenë pasiv në një, nuk e kemi duruar, pësuar historinë, po dhe kemi bërë historinë. Ka një teori që shqiptarët, perandoria otomane ka qenë dashamirëse ndaj shqiptarëve. Mirë po mua më rezulton, kryengritjet nuk tregojnë që ka pasur dashamirësi. Faktën, gjithashtu dhe masakra e manastirit tregon që ata u treguan më tolerant ndaj serbëve dhe grekëve se sa ndaj shqiptarëve. Nuk është e vërtet, çështja e tolerancës, është egzageruar dhe po themi dhe kemi dhënë Turqisë kaq vezire, kaq i kemi dhënë padyshim. Po më shumë se ne i kanë dhënë sllabët. Po të shohësh me emrat e me statistika, bosnjak, serb janë më tepër se sa shqiptarët. Domethënë është një legjendë që na pëlqen edhe dhe ta themi ndonjëherë kështu, po nuk është ashtu. Dhe keqja nuk është padyshim me perandoria osmane, shtypje kryengritje e tjera, po problemi është që këta tanët, vezirët tanë me cilën krenohemi ndonjëherë, Kyprilintet, nuk kanë bërë një gur për vendin e tyre. Vinin, kujtoheshin për vendin e tyre, shumë nga ata, vetëm kur hinte koha të vinin të ardhurat, se pronat i mbanin këtu. Dhe shpesh herë vinin vetë dhe shkretonin, vrisnin, prisnin, ata që s'paguajnë taksa. Fshatarët e tyre, që i njihnin. Ju merrnin taksat dhe iknin dhe nuk në këtë vend është ndërtuar në kohën e sundimit osman, kryesisht në kohën e pashallëqeve. Bushatlit në veri, Ali Pashte Pelena në jug. Të gjitha monumentet të periudhës osmane lidhen, ti e di vetë andeje, kala e Gjirokastrës, ura e Kësaj, banjat e Filan, do më thënë rrugët të hapura, të gjitha janë bërë në kohën kur funksiononi këto dy mini shtete, po i quaj shtete shqiptare, që fituan një farë autonomi. Pse? Sepse parat nuk i qonin më në Stamboll, që i bënin rushe kumbla në Stamboll, apo jo, perandoria, por i mbanin këtu, përveç se hanin e pinin vetë, sigurisht e jetonin mirë, por hidhnin dhe ndërtuan diçka. Kurse deri te këta nuk është e vështirë të gjesh monumente, ka qenë po ajo. Masakra e manastirit. Masakra e manastirit vjen pikërisht kur ka një ndërgjegjësim edhe ke klasa feudale shqiptare, që shiko, se perandoria osmane na ka shfrytzuar gjithë jetën neve për të shtypur të tjerët e popullin tonë, dhe tani është babai Ismail Qemali që bën një mbledhje në vitin 1800 para masakrës manastirit, edhe bën deklaratën e famshme. Tani ka ardhur koha, thotë, që ne të luftojmë për vendin tonë, për Shqipërinë, u mblodhën në Janin. Babai Ismail Qemali. Dhe atë turqit e morën, e internuan ose e vranë, nuk e kolegët kanë shkruar për këtë, dhe mbas kësaj ndodh masakra e manastirit. Është, si thuash, kurorëzimi ose qershia në tort, po e them me ironi kështu, e zhdukjes Ali Pashte Pelenës, sepse kishin ngelur tendencat autonomiste tek pashallarët e tjerë shqiptar, dhe ai mblodhi në manastir për të zhdukur një klasë të tërë, e cila ishte edukuar tashmë me atë ndjenjë që të ndërtojmë
të merremi ne me vendin tonë, mos të... E cila me gjithatë nuk e përkrahu projektin e Ali Pashës. Kjo nuk është se u tregua shumë larg pam, se dritë shkurtër u tregua. Shiko, dhe Ali Pasha nuk je vetëm, kishte edhe që mbështesnin, me të mirë, me të keqë, pati dhe tani ne e dim, deri në kruj, legjendat për Ali Pashën sot e kësaj dite njerëzit i thonë, domethënë ka një lloj feeling për atë periudhë që vjen edhe nga kjo. Vjen edhe nga kjo që na erdhi një ai tjetër i Veriut, Bushatliu, thoshte unë do jem Skënderbeu i dytë. E thonë dokumentat. Pra, e dinin ishin i vetëdijshëm për. A ishte i vetëdijshëm dhe kishte edhe një bibliotekë goxha. Ali Pasha nuk ishte i këtij nivelit kulturor, themi, po ishte gjë e zgjuar, por në të njëjtin drejtim hesnin, domethënë të krijonin një shtetet e tyre autonome, sigurisht me njëri tjetrin nuk kuqeshin shumë, se kush do jesh ti apo do jem unë, por që ishte një proces pozitiv në kuptimin e shtetformimit dhe të emancipimit të shqiptarëve nga Perandoria Osmane. Profesor, pastaj kemi të bëjmë me rilindjen, po kjo është një diçka që, domethënë, është një projekt edhe intelektualve, jo vetëm i bejlerëve shqiptarë, të cilët mendoj që masakra e Manastirit ishte një zhdukje e madhe e elitës shqiptare të asaj kohe, e cila donte kohë që të formohen, ndoshta. Edhe Turqia me centralizimin e saj, me reformat e Tanzimatit, nuk e linte fort Shqipërinë që të krijonte një lloj identiteti, apo jo? Shiko, tani me rilindjen vjen një klasë tjetër. Rilindasit nuk i përkisin më klasës feudale, që kishte boll mëkate, pavarësisht nga këto që thamë tendencat për të... Por rilindasit kishin frymëzime tjera, vinin nga iluministët, vinin nga Jean-Jacques Rousseau, krijimi i shtetit jo autoritar, shtetit bazuar në zgjedhjet, shtetit që bazohet në drejtësinë, në të gjithë janë lindin një lloj dhe duhet u desin një lloj para ligjit, nuk ka më mbretër, po udhëheqësi duhet të zgjedhur. Domethënë këto i solli pikërisht epoka e iluminizmit dhe rilindasit jo më kot vinin nga i klasë tjetër, ishin mësues, vinin nga mësuesit, botues, gazetash, botues librash, abetaresh, apo jo, ishin oficer të ushtrisë osmane, po që kishin një lloj formimi, dhe një nga në platformën e tyre, një nga pikat kryesore ishte që të lëm prapat kaluarën, të heqim klasën e belerëve, pashallarëve dhe të bajraktarëve, të cilët ishin në vegle të sunduesit. Kjo që sollën idenë e madhe pasaj dhe me platformën e tyre kombëtare, Shqipëria që ka qenë që është do të bëhet e Sami Frashit, apo Vaso Pasha që 1800 me librin e tij botuar në frëngjisht, Shqipëria dhe shqiptarët, apo jo, platforma e një shteti laik në një vend të ndarë me fe të ndryshme, një fe laik, thot Sami Frashi, sa këm thot sa afrohet Prifti dhe Hoxha të afrojnë shkollës dhe zyrave të shtetit. Të rinë në vendin e tyre ku ashtu zyrat laike, një shtet laik. Është mësimi i parë që japin. Le pasaj zhvillimin e ekonomisë, në sensin me zgjedhjet, me parlament, e të tjera, janë ide krejt të reja, dhe që u përplasën për fat të keq për shumë kohë kene, nuk u zgjidh me rilindje kombëtare. Edhe Ismail Qemali i shkret u mundua, bëri një qeveri me intelektual, apo jo, po të shohësh qeverinë e Ismail Qemalit, janë gjithë intelektual të shquar. Mirë po, Evropa pasaj solli Princ Vitin, e ktheu në monarki përsëri Shqipërinë, bile jo monarki, se Makarti ishte mbretëri, po e bëri principat. Principata tregon që nuk është e pavarur, është e varur, me vlerësim i madh dhe u ndërtua një qeveri e re me të gjithë, me Pashajin e Përmetit, apo jo, me Esat Pash Toptani, me Vlorat e të tjerë. Me bajraktarët e Mirditës, me hajde mblidhjet të gjithë bashkë. Do me thënë me Shqipërinë e vjetër. Dhe kjo Shqipëri u riciklua edhe në kohën e Zogut. Zogu e mbajti gjallë dhe ai dhe u desh luftë e dytë botërore pasaj që
përfundimisht të ndahej Shqipëria nga e kaluara, po themi, dhe të kishte një tjetër zhvillim, pavarësisht pasaj. Tjetër trend zhvillim. Rreshtimet politike është tjetër gjë, po them në aspektin historik. Shqipëria u nda nga mesjeta, pikërisht me atë rast të luftës nacional qërimtare, sepse edhe pinjollët e fundit të klasave u rreshtuan në krahun e gabuar. Nëse. Profesor, të falenderoj shumë që ishe sot me mua. Faleminderit ty. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.